Jam me Kastriot Shqipin. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Dhe Kastrioti do që ta fillojmë të bëjmë një fact checkim të disa gjërave që kemi thënë në kaluar. Ti çka ke merak njëherë? Unë kam merak të pranosh që ka ekzistuar gjithmonë plani Izraelit të madh, që ka qenë ndjeni i presidentit Truman, dhe e ka thënë që miq tan izraelit na e donin në pjatë argjendi të gjithë Palestinën të zbrazur nga popullata. Truman ka qenë një nga mbështetësit e krijimit të Izraelit. Po. Po ti më folë më për Izraelin e madh. Po pra, dhe po të flas pra për Izraelin e madh. Ai thot, na kërkuan të gjithë Palestinën në pjatë të argjend, pa njerëz ta zbraznim. Dhe ne u tham, nuk bëhet. Avash. Kjo është faza e parë, është një fillim. Ky është debati. Nëse do, merr klipin e javës kaluar dhe shikoje, këtë të kam thënë dhe këtë përthem prapë. Dhe kjo është me video, me sinkron. Ku ai thot avash, do ta merrni thërë. Po. Ky është një fillim, thot. Nuk mund ta bëjmë sot, s'kemi ku të çojmë ato 2 milion njerëz. Tani kanë se ku të çojnë. Okej, unë kam ditur atë që kam ditur herën e kaluar që Trumani ka qenë një nga mbështetësit le themi më të rëndësishëm të krijimit të shtetit të Izraelit në vitin 1947-48. Ka qenë koha kur ka qenë president. Këtë detaj nuk më dal përpara akoma. Ndoshta do shoh përsëri dhe e lëm të hapur si fakt. Akoma, unë videon ta kam nisur pastaj do ta shikosh, po është drejta jote. Kam nis videon e Trumanit? Po. Okej. Dakor. Të rriqem për të gjë. Vazhdojmë me fakt checking të tjerë. Ashtu siç të rriqem edhe për faktin që këtë nuk e di, se unë bombardimin e reaktorit në Irak. Bombardimi i reaktorit? Që bombardoi Izraeli, sa dhe për këtë folëm. Jo, nuk e di këtë. Që Izraeli bombardoi një reaktor bërthamor që po ndërtohej në Irak në vitin 81. Jo, nuk kam madje në kohën që Iraku ishte në luftë me Iranin dhe mbështetje nga Amerika në luftë. Nuk kam pas një objeksion për këtë gjë. Okej. Por ti ngritin për një tjetër që në Itali po bëhet një është bërë një ligj. Ka kaluar në Senat, po. Ka kaluar në Senat? Po. Është duke kaluar në Senat. Ka kaluar në Senat, është votuar në Senat. Sipas cilit për njerëzit do dënohen për shprehjen e opinioneve kundër qeverisë së Izraelit. Tani, objekcioni im në ti është ky që ti tani ose në një moment janë gjëra që ke lexuar shpesh siç na ndodh gjithëve. Edhe sjell informacion të pjesshëm. Ose ke qef opdon. Okej. Cila është pasaktësia atë që kam thënë unë? Sipas projekt ligjit, që unë nuk e di fare që ky projekt ligj ekzistonte. Sipas projekt ligjit, unë akoma e di që projekt ligj, po ti thua që ka kaluar, okay, për këtë nuk për këtë të besoj. Sepse përderisa thua e ke ndjekur. Ndalohen njerëzit që të bëjnë krahasime midis një populli apo një vendi i cili ka qenë, le të themi, viktime e Holokaustit, që është krimi më i madh, më i përbitshëm që ka ndodhur në historinë e njerëzimit, të bëhet krahasime midis atij vendi edhe Hitlerit. Pra, vetëm këtu konsiston. Jo, sepse nuk flitet që të krahasosh popullin, por qeverinë aktuale të Izraelit ta krahasosh me qeveritë naziste për sa i përket politikave që ndjekin. Për kaq, vetëm ka një ndryshim shumë të madh midis qeverisë dhe popullit. Edhe qeverisë, po ta marrë edhe qeverisë. Jo edhe qeverisë është. Do dënohet me burg ai italian që do kritikoj qeverinë e Izraelit. Kjo nuk është kritik, bëhet fjalë për një kritik specifike, të krahasosh një qeveri me Hitlerin. Ndërkohë që ajo qeveri është përfaqësuese një populli që ka vuajtur Holokaustin. Pra, nuk është kritik e qeverisë. Unë e shikoj debatin që bëjmë bashkë. Unë nuk jam dakord as me këtë, me thënë drejtën. Unë e shikoj debatin që bëjmë bashkë pasi del në YouTube dhe të siguroj që në javën e kaluar të kam thënë, në Itali ka njerëz që Meloni i ka çuar në gjyq sepse e kanë akuzuar si naziste, si fashiste, ndërkohë që ajo teorikisht ka një lidhje me ish të djathtën ekstreme italiane, sepse nga ato radhë vjen, aty e ka filluar politikën si antare e Forumit Rinor, dhe gjykatat kanë thënë këta njerëz kanë të drejtë të shprehen. Ndërsa, nëse ti thua Netanyahu është nazist, ti shkon në burg. Merre klipin e emisionit javës kaluar, shikoj që të kam thënë eksaktësisht këtë. Të ka thënë? Po. Do ta shoh, se unë nuk i shoh, se këtë që bën ti unë nuk e bëj, unë nuk i shoh. Unë përgatitem para se ti, unë përgatitem. Jo, po ne kemi shikoj debatet, shoh pikat ku kemi rënë
ku s'kemi pas dakordsi, Kastriot, më ke thënë, dhe sjell provat. Okej, do ta marrim të provojmë. Më ke thënë që bilo më ftoj njerëzit ta shohin. Po. Më ke thënë në programin e kaluar që italianët mbi bazën e ligjit të ri që është miratuar në Senat, do dënohen nëse do ngrenë zërin kundër qeverisë së Izraelit. Po pra. Po jo pra është një gjë specifike, kundër qeverisë së Izraelit nëse ti e bën e konsideron naziste. Fal, atë rrit ty krahasimi, unë nëse jam qytetar italian, mund t'i them kryeministres time ti je naziste, dhe nuk i them dot një kryeministrit huaj që është nazist. Jo, unë kam të saktësi informacione që të sjellën të studio. Unë nuk kam dakord fare me të projekt ligjit. Unë e quaj idiot. Këtë po të them pra. Këta kanë marrë formulimin, nuk e ka ligji këtë gjë. Këtë që dënohesh nëse ti shan Netanyahu dhe i thon nazist. Por ata thonë, ligji do të marrë për bazë për kufizimin që ka bërë aleanca ndërkombëtare për përkujtimin e Holokaustit, e cila ka bërë një fjali për kufizim të antisemitizmit, çfarë quhet antisemitizm, me të cilin jam dakord edhe unë edhe ti dhe besoj çdo njeri normal, se thotë është urrëtie ndaj personave për shkak të përkatësisë në një grup. Kundër duhet jemi. Por, sqaron më poshtë çfarë është realisht antisemitizëm, ndonse duket si kritik. Edhe thotë edhe këtë. Thotë edhe një gjë tjetër. Thotë nuk mund të kritikosh qeverinë e Izraelit për një gjë që nuk ka kritikuar një qeveri tjetër. Merë shikoje, ai është dokument publik, ta kam nisë atë me fotografi për kufizimin e IHRA-s. Edhe kjo ka mbetur në ligj. Kjo e fundit. Po s'po më dëgjon atëherë. Ligji në preambull thot, bëjmë këtë ligj për antisemitizmin sipas përkufizimit të filanit, edhe nuk e shkruan më, nuk e riprodhon, është e dhënë ajo atje. Pra është si të kesh edhe në Shqipëri ligj që do bëhet, mos e kanë bërë tash me këto ndryshimet e reja të kodit penal, që thot dënohet antisemitizmi sipas deklaratës së ke, gjithmonë me dokumenta ndërkombëtare këtë bë. Nëse për marrë vesh qëndrimin tim, unë në vitin 2026 unë nuk jam më dakord me një, le të themi, me një përkufizim që është dhënë mbi antisemitizmin me njëherë mbas luftës së dytë botërore, në emocionet e luftës, në emocionet apo në empatinë që miliona njerëz vazhdojnë ta përpunojnë. Okej, unë nuk jam dakord. Unë jam dakord me lirinë e shprehjes. Edhe në emër të këtij parimi, unë ftoj edhe Kastriot Çiprin në të studio. Megjithëse s'bie dakord për asgjë. Unë jam dakord me lirinë e shprehjes. Po pra, dhe unë për këtë të falenderoj dhe të kam komplimentuar publikisht që lejon debatin kundër. Nuk e them për falënderim. Jo, s'po them që thuat, e ndjej unë që duhet ta them. Por nga ana tjetër, standardi i dyfisht është ajo që mua mbret më shumë sytë në perëndim. Se ne morëm Italinë. Nesër mund të jetë rradha e Shqipërisë. Në Francë ka kushte disa njerëz që janë dënuar me gjoba, ka raste edhe me burgje kur e kanë pas për herë të përsëritur, herë të dytë e tretë, që akuzohen për mohim të Holokaustit. Sot po kalojnë ligje të ngjashme në Florida, në Texas, në shtetet republikane në Amerikë. Ti mund të bojkotosh produktet amerikane në Amerikë. Ti mund të djegësh flamurin amerikan. Ke drejt ta djegësh flamurin izraelit jo. Produktet izraelit nuk i bojkoton dot, përndryshe ke penalitete nga shteti i Floridas. Këto janë gjërat që kërcasin. Okej, këtu jemi dakord bashkë në të pikë. Dhe fakt-checking i tretë? Te saksimi informacione, ti therën e kaluar që Netanyahu ka dhënë $1 miliard Hamas. Izraeli. Netanyahu ka qenë kryeministër në pjesën më të madhe të kohës. Ajo që është me video është Netanyahu që thotë kushdo që të ndaloj krijimin e shtetit palestinez duhet të mbështes Hamasin. Okej, këtë nuk kuptoj. Këtë kuptoj, është më bën vetë kjo. Por $1 miliard për të cilët ti pretendon që Izraeli ja ka dhënë Hamasit, nuk janë $1 miliard të Izraelit. Janë $1 miliard të ardhur nga jashtë, Izraeli thjesht ka lejuar të dogana, le të kalojnë me valizhe që theti. Apo jo? Dakord, atëherë të nxjerrim artikullin e New York Times-it javën tjetër. A nuk e di, ti ke pretendime që janë parat Izraelit? Të Izraelit më kanë shkuar shefat e Shin Betit i kanë çuar parat. Janë parat të Katarit, që në dogan Netanyahu ka dhënë urdhër, Netanyahu, autoritetet, të kalojnë, e dim çfarë janë, nuk i kanë kontrolluar, edhe ka oficerë të lartë të Shin Betit, shërbimit informativ të brendshëm të Izraelit, që thonë kemi transferuar ne para me dorë. Atë nuk e përjashtojnë që thënë, po e ka fjalën për $1 miliard, ashtu atë nuk e përjashtojnë. $1 miliard e ka New York Times-i, nëse New York Times-i ka futur kot që kanë shifra $1 miliard, është para që kanë ardhur nga Kuwaiti, nga Katari, nga vendet e Gjirit për popullin e Gazës, për popullsinë e Gazës. Dhe qeveria e Izraelit e ka lënë me këtë logjik. Izraeli Shin Beti i ka dhënë para Hamasit, po apo jo?
Jo, po kjo më duket mua, kjo më duket... Se tash po kapesh për shifrën 1.1 miliard. Po mirë mësë qeka 1.1 miliard, qeka 900 milion. A ka dhënë para shteti Izraelit për të financuar Hamasin? Po apo jo? Shërbimet sekrete dhe qeveritë të ndryshme, sidomos kur janë në konflikt me fqinjit apo me të tjerë, optojnë bëjnë sa të duar gjëra të tilla, dhe mua nuk çudit, unë do çudit se nëse Izraeli nuk do bënte pagesa të tilla. Në rregull. Se kishin fjalën për këtë. Dakor. Atëherë ti pranon që Izraeli përmes Shin Betit apo organizatave të tjera që rëndësi ka, apo qoftë edhe individëve, i ka dhënë para Hamasit. Okej? Pardje Donald Trump ka thënë Teherani financon Hamasin. Si t'i japim tani? Se ka thënë kur asnjëri, as më i çmenduri nuk e ka thënë ndonjëherë që Teherani ka financuar Hamasin. Askush. Të thonë gjithmonë. Hamasin apo Hezbollahun? Hamasin, Hezbollahun dhe Houthit në Yemen. Houthit nuk e di, më lërë kohë ta studioj të thej përgjigje për Houthit. Për Hamasin nuk kam dëgjuar kur askënd që të akuzoj Iranin. Kush e ka akuzuar Iranin për Hamasin? Për financimin e Hamasit? Që gjithë mediat perëndimore këtë kanë bërë. Po do bëjmë shumë fact checking atëherë. Atëherë do lejosh të dalin në ekran. Një minutë. Jo, se unë faqet e gazetave. Për gjërat që unë mbasi i dëgjoj këtu nga ty, edhe pastaj më mbrapa i lexoj, unë tërhiqem më njëherë. Siç u ndroqa për këtë të Italis. Tani herën e kaluar ne le themi nuk e morëm vesh lidhur me financimin e Hezbollahut nga Irani. Po për Hamasin s'kemi folur kur që financohet nga Irani. Çfarë e parë që dëgjon nga Donald Trumpi pardje. Unë s'kam dëgjuar kur asnjë politikan të thotë Irani financon Hamasin. Kjo është teza e gjitha mediave dhe qeverive perëndimore që Irani financon proxit e Iranit në linjën e mesme janë Hezbollahu, Hamasi dhe Houthit. Bile ka qenë edhe Siria, edhe ky Bashari, që s'është më, i financuar apo i ndihmuar më saktë, nga Irani. Kjo ka qenë arsyeja që Irani, një nga arsyet kryesore që Irani është konsideruar si pjesë Axis of Evils. Dakor. Atëherë, që të mos e lodhin publikun me e thash unë e the ti dhe nuk merr vesh asgjë, javën tjetër ti premtojmë publikut solemnisht tani që do nxjerrim në ekran provat për financimet e Iranit në favor të Hamasit, kurse unë do nxjerr financimet e Shin Betit dhe organizatave të tjera. Nuk ka nevojë të nxjerrë sepse unë më të thash, është normale për mua. Unë nuk e di, po është normale që të ndodhi. Nxjerrin. Jam në kaluar më thej që ka financuar Hezbollahun dhe të thash më nxjerr provat. I ke? Ta dërgova provën para se ta dërgova në telefon. Më dërgove 3 artikuj portalesh arabe që i referohen një interviste të dhënë nga Hasan Nasrallah. Po çfarë prove do ti? Një raport investigativ më që u kap kjo transfert, u kap ky person, u sekuestrua kjo llogari bankare. Pretendimin tënd për atë që ka ndodhur në Itali, për projekt ligjin. Ti ke bërë një raport, ke lexuar një raport investigativ, ti ke lexuar një lajm që doli nga Senati. Unë tani po të jap një lajm që ka dalë nga Nasrallahu, që është shefi i Hezbollahut. Ligji është online. Ligji është online. Edhe kjo online është, Kasiot. Edhe kjo online është. Po ka një ndryshim ku nga një projekt ligj që ti e lexon në faqen e parlamentit italian, të Senatit në këtë rast, nga një personi në një portal në vitin 2006. Nuk është një person, është Nasrallah, sekretari i përgjithshëm i Hezbollahut, dhe ka thënë qartë. Dhe pse është i besueshëm? Kur në të njëjtin artikull nga ai që ndërgove ti, ai mburrej, ja për ta them çfarë lexova në artikullin që më çove ti. Ai mburrej që kishte pasur kontakte të drejtë për drejta me Khomeinin. Me Khomeinin, jo Khomeinin. Me Khomeinin, me liderin e parë të themeluesin e revolucionit islamik. Dhe vetë artikull shkruesit tallej dhe thoshte ky s'ka pas kurrë kontakte me Khomeinin. Kontaktet i ka pas me këta të tjerët. Tani çfarë quan për burim ti, se unë mund të nxjerr një burim iranian herën tjetër ti prapë të njëjtën logjik do të bësh tani. Do ta pranoj. Nuk të bën se Irani ka bërë një herë një deklaratë. Unë mendova tani që ti përballë kësaj prove ti do thoje më fal. Si më do të them falu ti nuk tërhiqesh kur unë do sjell si provë, po njeriu kryesor të Hezbollahut që thotë ne financohemi kryesisht nga Irani me para, me armë, me të gjitha. Një fakt tjetër, nuk e di nëse e njeh historinë e Hezbollahut mirë. Jo. Në momentin e krijimit të Hezbollahut, në vitet 80, në fillim vitet 80, ka pas rreth 1.000, 2.000, 3.000 instruktorë të Iranit që kanë shkuar në Libanin e Jugut. E besoj. E besoj. Po nuk është financim ky? Jo. Jo, të e bëjnë gjithë.
Okej, trajnimin e këtë provë e more. trajnimin e po çfarë thumë, po kjo ndodh rëndom. Te Hamasi thuhet që kanë shkuar Korano verior. I kanë asistuar, i kanë mësuar si të ndërtojnë tunelet, si të ndërtojnë sisteme mbrojtje, si të tentojnë të bëjnë luftë guerrilje. Tani Të financosh terrorizmin është një gjë krejt tjetër. Unë nuk kuptoj gjë, të kthehemi te prova, se më duket një nga provat e qarta, madje është provë me përkufizim, kupton, nëse do ndjesh manuale ku shpjegoj se ç'është prova, është provë me përkufizim. Kreu një organizate, kupton, pranon që është financuar nga dikush. Kupton, do ta sjell si provë. Ti thua ajo nuk është provë. Nëse nuk është provë kjo, unë nuk do të quaj provë asgjë tjetër që nxjerr nga goja në të studio apo në çdo vend tjetër. Atëherë, do vendosim një standard të ri që çdo gjë që thot një individ me një pozitë merret gjithmonë si emir qend dhe besohet 100%. Po ti më ke thënë mua ti je referuar, le të themi, një antarit të kabinetit izraelit, për të më nxjerrë si provë që qeveria e Izraelit është një qeveri kriminale. Pra më ke sjell një antar të qeverisë. Jo. Asnjëherë nuk kam sjell një antar. Po edhe dy. Unë të kam thënë shikoje në tërësi. Do kam thënë çfarë thot Bezalel Smotrich, çfarë thot Yair Lapid, çfarë thot Naftali Bennett, çfarë thot Netanyahu, dhe bashkë me Ben Gvirin, dhe në fund shiko çfarë po ndodh. Ajo që ata thonë, po ndodh. Izraeli po zgjerohet. Po vjedh për ditë tokë në bregun perëndimor, po vret për ditë Gazan. Për të mbaruar bisedën e kurse thot Nasrallah që unë jam miku i ngushtë i Homenit, ai më ka zgjedhur, ai është i dërguari i Zotit, ai më caktoi mua që të bëj Hezbollahun dhe ai më ka paguar të gjitha. Ma bën çik bisedën vështirë, nëse më refuzon të gjitha dhe provat të tilla, unë jam të jap një argument tjetër. Ne nuk gjejmë dot overlapping. Hasan Nasrallah këtë intervistë ka dhënë 2006. Para 2006-s pse ishte Irani në listën e shteteve sponsorë të terrorizmit? Po sepse vendet perëndimore nuk kanë pritur deklaratën Nasrallahu, do për të bindur, e dinin pra, e dinin burime të tjera. Po ku i kanë provat pra? Tani do të themi të Qias, na japin një provë që të bindesh ti. Ata provat i për veten, nuk e di. Ata e kanë thënë vazhdimisht vetëm Cia më. Duhet ta dinë të shërbimet e tjera sepse gjithë Europa e ka luftuar Iranin. Kastriot ka qysh në fillim, qysh në momentin e krijimit të Republikës Islamike të Iranit. Po. Që për shkak të politikave që ata kanë ndjekur, për shkak të gjërave që ata kanë bërë, dhe janë gjëra që kanë bërë menjëherë, sulmin ambasadën amerikane, morën pengjet aty më shumë se 100 vet, i mbajtën për më shumë se 400 ditë, nuk e di sa i mbajtën. 444 ditë. Okej. Deklaratat e tyre që vdekja Amerikës për dekada të tëra, ditë për ditë, kupton? Edhe jam i sigurt që kanë pas nga burimet e tyre, kanë pas fakte sa duash që provojnë bashkëpunimin e Iranit me këto. Ata nuk thonë që Irani bashkëpunon, le të themi, me Arabinë Saudite, sepse nuk është e vërtetë. Ata thonë që bashkëpunon me këto 4-5 entitete. Ka bashkëpunuar me Sirinë, ka bashkëpunon përgjithsisht me shtetet apo entitetet që janë me frymë anti-amerikane, që është Hezbollahu, që vetëm financohet nga Irani, po është krijimi i Iranit, ke Houthit, ke Hamasin, edhe, si që thash Sirin, të tjerët pastaj nuk thuhet që Kuvajti apo Katari financohen nga Irani. Nuk thuhen gjëra kështu. Pra, ti po më thua që atje u bë revolucioni islamik në 79-ën, vendi ishte akoma në kaos, në vitin 80, me njëherë Iraku sulmoi Iranin, edhe sot mendohet që janë nga gjysmë milioni deri 1 milion të vdekur në atë luftë, për 8 vjet, dhe ndërkohë që kishte një konflikt me Irakun, i cili furnizoi me armatim nga Kina, nga Bashkimi Sovjetik, nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nga Franca. Okej. Iraku kishte kundër Amerikën në atë periudhë. Iraku kishte kundër Amerikën? Po. Iraku është financuar nga Amerika, ka marrë armatim. Në luftën me Iranin, ka financuar Irakun? Po. Iraku ka marrë armatim, siç blen gjithë shtetet armatime. Po mirë, në rregull, po ishte shtet terrorist Iraku. Dhe Amerika i dha armatim. Bashkimi Sovjetik i dha tanke dhe avion, Franca i dha avion, Kina i dha, madje çoi edhe ushtarak për trajnim. Ka çuar dhe Bashkimi Sovjetik personel atje. Unë nuk di që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë mbështetur sulmin irakian ndaj Iranit. Unë nuk e kam të regjistruar në E po tani, jo të dalin provat në ekran, kështu nuk shkon kjo punë. Jo, herë tjetër, nëse marr vesh unë të rriqet, të rriqet gjithmonë. Mund të them ti thua s'është. Do dhe një gjë të bukur atyre, Iraku ka marrë financim nga mbështetje nga Amerika, pas me një 10 vende të tjera, kurse Izraeli, bingo, ka mbështetur Iranin në luftën Iran-Irak.
ky aleati i madh i Amerikës. Pra, në këtë situatë kur Irani humbte njerëz, kur njerëzit vullnetarët ecnin në fushë të minuar për të vdekur, që të hapnin një shtek ku të kalonin forcat armatosura. Unë e kam marrë vesh djegta dhe jam skandalizuar, tronditur, por edhe madhëngjyrë. Se njeriu ta doj ka shumë dhe unë e vetë, sa që të shkojt vetë flijohet, të ecën në një fushë të minuar, vullnetari i pa kualifikuar që t'i hapi rrugën ushtarëve më të kualifikuar. Basij quheshin këta lloj vullnetarësh. Pra, një popull që është mësuar të rezistojë fuqive të mëdha të organizuara që i kanë dhënë armatime, po që ndërkohë e ka paguar me një kosto njerëzore shumë të lartë. Ndërkohë që Iraku përdorte armë kimike. I tha që Perëndimi mos përdor armë kimike atje, vazhdonte ta financonte edhe të jepte armatim. Po, ku do dalësh? Ndërkohë, ha? Irani ndërkohë që kishte ndërmend Irani të merrej me Hezbollahu në Liban, po si ka mundësi që Amerika i kërkonte favore Iranit edhe i thoshte mi liro pengjet e Hezbollahut në Liban, edhe nuk i lironte dot. Unë të dash faktin ty që në vitin 1983 duhet jetë, 83, ishte akoma lufta Iran-Irak. Po. Në atë periudhë kanë dërguar rreth 2000 instruktorë të tyre në Libanin e Jugut për të marrë me Hezbollahun. Ti thua, a kishin kohë ata? Ja pra pas kohë. Po unë të thash, po të thash tjetër gjë. Nuk thashin nuk e kanë mbështetur, nuk e kontrollonin. Nuk e kontrollonin Hezbollahun. Hezbollahu as është krijuar si nisëm e Iranit, as ka qenë ndonjëherë në kontrollin e plotë të Iranit. Fakti është që Amerika i ka dhënë madje armatim Iranit përmes skandalit Iran-Kontrasve, me ndihmën e Izraelit. Vetëm e vetëm për të liruar pengjet amerikane në Liban dhe Irani dështoi, nuk e binte dot Hezbollahun, siç që nga Hezbollahu krijesa e Iranit. Të krijoj unë dhe unë të them ty, liroja të pengun që ke marrë se po më prish punë në një plan më të gjerë diplomatik, ti nuk e liron? Po Hezbollahun kush e ka financuar sipas te? Më lirë kohë ta studioj, ta gjej kush e ka financuar. Unë s'flas për gjëra që nuk i di. Tani dy burime të financimit. O nga një shtet i caktuar, o je marrë me, le themi, si industri aty, industri të madhe në Libanin e Jugut, dhe ti prodhon lek sa duash, o naftë, gjë që nuk ekziston. Nuk ka prova që Hezbollahu është marrë me tregti droge. Madje kanë mbështypjen që edhe Nasrallahu deklaratën e ka bërë, deklaratën ku pranojnë që mbështetemi nga Irani e ka bërë në përpjekje për të mohuar një lloj pretendimi që ishte nga qargje caktuara perëndimore, që ata po merren me tregti droge. Po në fakt nuk është e vërtetë që është marrë me tregti droge. Nuk e di cili e ka financuar, do mblesh kohë të përpiqem të gjej informacion se si është financuar Hezbollahu. Një gjë që skuptoj. Po Irani nuk më rezulton me përjashtim të asaj deklarate të Nasrallah, nuk ka burime perëndimore që thonë që ekziston financimi i Iranit për Hezbollahun. Ti reagove kur unë solla këtë fakt herën e kaluar, ti reagove si thuash që unë po bëja një gjë pa bërë, të pa bëshme, e të pa parë ndonjëherë, po hidhje, po njollosja një regjim që është immacolato, i pa Duhet qortueshëm. jenë gjërat patjetër kaq bardhëzime. Unë s'kam thënë ndonjëherë ty që ai është regjim i përsosur. Ai është teokratik. Ai është regjim teokratik. Është një nga regjimet më të ndyra që mund të jetoja kurrë në Iran. Është një nga regjimet më të ndyra që ka podhuar në historinë e njerëzimit. Po kjo s'ka lidhje me të vërtetën e luftës që po ndodh sot, as me të vërtetat e luftës Iran-Irak të viteve 80. Jo, okay, pa unë dua ti thuash të vërtetat nga dy anë, do jo të vish për të mbrojtur Iranin, edhe insiston asaj te Irani. Mund ta qortosh Iranin, mund ta qortosh. Modeli i shtetit që ka krijuar revolucioni islamik nuk është fare modeli që unë dua, fare. Problemi që ti ke është sepse unë nuk pranoj modelin izraelit të shtetit, modelin sionist. Po jo nuk kam atë, po jo më ti Kastrioti, jo më ti nuk është problemi tu. Po se ti kërkon ti më me njërin o me tjetrin, po jam me asnjërin më. Por midis dy, ti je o me njërin me tjetrin, unë jam dy teokracive, që unë nuk do zgjidhja asnjërin për të jetuar, unë s'do jetoja as në Izrael, as në Iran. Në këtë rast, midis dy teokracive është njëra teokraci që është agresive, që po hedh bomba mbi shkolla fëmijësh, dhe tjetra që po akuzohet për terrorizëm. Kemi diskutuar këtu për orë të tëra dhe Izraeli ka dalë si çështje kohët e fundit. Edhe në këto orë të tëra leitmotivi i qëndrimit tënd ka qenë ky, kundër perëndimit, mbështetjet e rusëve, mbështetjet e Iranit, tek këtu kupton në mënyrë episodike mbështetjet e Kinës. Pra ti nuk është puna se ka qenë Izraeli. Unë edhe mbështetjet e Kinës.
Po tani në një moment sektuar ka thënë që do ta marrë Tajvanin Kina, pse mos ta marrë ka të vetën. Po kjo s'është mbështetje e Kinës për zotëri. Ne të dy, kur bëj emisionin në studion tjetër, para 2 vjetësh, kemi bërë një emision të tërë vetëm për ndërhyrjen kineze në Shqipëri dhe unë të kam dhënë alarmin ty që nuk ta thot asnjë parti opozitare në Shqipëri. Asnjë nga këta që pretendojnë që janë të djathtë në Shqipëri, që janë trumpist, që ndjekin agjendën e Trumpit, asnjë nuk flet për ndërhyrjen kineze në Shqipëri. Unë kam thënë që në Shqipëri duhet i pritën duart propagandës kineze. Jemi te Irani. Po jo se më thej që ke mbrojt Kinën. Në Iran, një nga gjërat më të mëdha këto kohë të fundit, do fundit e lufta prapë, e lufta kam përshtypjen kemi të njëjtin qëndrim. Por një nga gjërat më të rëndësishme që ka ndodhur në Tiranë edhe në Iran ka qenë ekzekutimi dhe vrasja e mijëra vetëve nga regjimi. Që do duhet shqetësonte ty. As se ke cekur asnjëherë si problem. Po kemi folur më si duhet të themur. Unë kam thënë vetëm një gjë, që ti prap se pranon dot. Unë kam thënë, unë nuk e di se sa janë vrarë. 5.000, 10.000, 15.000, 20.000. The 500, se dhe në Shqipër kështu minore. Jo, thash, nga kaq që thot qeveria, deri në kaq që thot kjo organizata e iranianëve në mërgim. Edhe që sigurisht e vërteta në këtë rast është diku në mes. Gënjen qeveria i zvoglon, gënjen këta opozitarët në perëndim që i shtojnë shifrat. Por të kam thënë, pranohet që janë 130 policë të vrarë, dhe 130 policë nuk janë vrarë me lule. Pra atje nuk ka pasur demonstrata paqësore kundër një regjimi gjakatar. Atje ka pasur njerëz të paguar nga Mossadi dhe nga CIA që kanë tentuar të bëjnë kaos. Kanë shfrytzuar zemratën e drejtë, pakënaqësinë e drejtë të miliona iranianëve për gjendjen që sigurisht nuk është e mirë. Po është një gjë të dalësh protestosh edhe është një gjë tjetër të djegësh xhamia. Të kam thënë që janë djegë xhamia. Po kjo është gjë më normale në një regjim teokratik, e kupton? Mirë, ti e quan normale, edhe këtë pra është çështje këndvështrimi kjo. Ti e quan normale që digjen xhamit. Unë nuk e quaj më. Oren, sot ti ke ministër të mbrojtjes në Amerikë, më fal, ministër të luftës, se ndruan emrin me krenari dhe mirë bën, për këtë e dua Trumpin, është i sinqert. Nuk e quan ministrin mbrojtje, e quan ministri lufte. S'ka qenë kurrë ministri mbrojtje. Kur s'është mbrojt Amerika, gjithmonë ka sulmuar. Pra, ky ministri i luftës ke video në vitin 2018 që thot duhet të ndodhë mrekullia të ngrihet tempulli i tretë, që do të thot të zhduket xhamia e famshme që është e shenjtë për gjithë botën islame. Është tjetër gjë, Daniel. Si është tjetër gjë? Xhamia Aksa në Jeruzalem, për këtë ke fjalën. Po është tjetër gjë, ama. Si është tjetër gjë? Ku do ndërtohet tempulli? E ka i do si tani usos, do merrem me kjo është një maskarallak kjo që thot ky mërti. A është xhami po, është vërtet që xhamia më e vjetër, edhe është një nga gjërat. Po ministri i luftës më. Është shmendur më tani, unë jam dakord administrata Trump sot është një administratë e shmendur. Okej. Dakord. Ne nuk grindemi për këtë. Ne po grindemi për Irakun, për Iranin. Ti po thua që një regjim. Jo, më pëlqeu shumë reagimi jot, sepse kjo tregon që ti je i ndjeshëm, ti e kupton çfarë ndodh. Të hedhësh në erë tempullin e 1 miliard njerëzve. Po dua që të bësh ti si unë Mordi Kastriot. Si? Nuk është puna të mbërqesh vetëm qëndrimet e mia objektive. Unë kërkoj thjesht ti objektiv. Jo të thosh më çfarë provesh ajo. Janë pra objektiv dhe po të them djegja e xhamis nuk është lëvizje paqësore. Është nxitje për dhunë dhe për luftë civile. Është të radikalizosh muslimanët që ke brenda dhe të shpallësh luftë midis kurdëve, azerëve, ateistëve, sunive, shiave. O, Kastriot, tani mos më luaj me këto terma të xhamia është e shenjtë. Është një ndërtesë, llaçe të tulla ka. Në një regjim autokratik, edhe despotik, edhe teokratik, mbi të gjitha teokratik, ku gruaja po nxorë një cullufe këtu, edhe mund ta vrasin edhe mes rrugës. Jo, nuk është e vërtetë. Ku një njeri, o tani s'është e vërtetë tani. Është sharia në versionin më ekstrem. Jo. Të gjej fotografi të këtij viti, gra në Iran që ecën në rrugë pa flokë të mbuluar. Janë vajzat guximshme që dalin në këtë rrethan, që një minutë. Ti thua të doli një sullufe të vrasin, këto që kanë vajzat guximshme nuk i ndodh ka asgjë. Kastriot, kanë dalë kohët e fundit sepse regjimi ka qenë i tronditur, nuk ka pasur kurajën që ka një regjim që është i fortë, pozita forta, por sharia që ka ekzistuar në Iran ka qenë sharia ekstreme. Jo edhe me ekstreme në raport me shariat e tjera që ekzistojnë sot në botë, po edhe në raport me shariat tradicionale që kanë ekzistuar. U kanë prerë dorën dhe hajdutët të thjeshtë dhe këmbët. Opton sipas sepse këtë e thot sharia. Do një distancim nga ana ime për këtë. Do një distancim nga ana ime.
Shteti që vret gratë, për këto që thua ti për mos mbulime, më the thash, shteti që u pret duart, qoftë edhe hajdutëve, është një shtet barbar, kanibal që nuk duhet ekzistojë. Dhe tani janë çuar ca njerëz kundër këtij shteti barbar, edhe për shkak të natyrës teokratike që ka regjimi, për shkak që të gjitha ligjet i motivojnë dhe justifikojnë me fenë e tyre islamin, që është feja të gjithëve atyre. Këta tani po e nxjerrin inatin te objektet fetare, sepse regjimi është islamik. Republika quhet Republika Islamike. Kanë të drejtë palestinezët t'i vënë bombat të gjitha sinagogave në Izrael? Jo, ne këtu po flasim për një popull që ngrihet kundër qeverisë së vet, ndërsa ti po flet për një popull që ngrihet kundër qeverisë tjetër, të një populli tjetër. Ka 2 milion arab në palestinezë në Izrael. Nëse ngrihen ato palestinezë brenda. Dhe i vënë bombat sinagogave, kanë të drejtë? Jo, ato po flasim për njerëz që veprojnë brenda fesë vet, brenda shtetit vet. Çfarë më thon brenda fesë vet, më thon? Ti që e djeg nuk je besimtar, më si që ke besimtar? Ata që po e bëjnë janë iranian, Po s'janë besimtar, më. Po këtë e thua ti tani, ose ti besimin e mat me tullet me llaçin, besimin e tjetër gjemër ti. Fal, po si mund të jesh besimtar musliman kur djeg xhamin? Po si mos ta djegi xhamin, kur ajo xhami gjatë gjithë kohës në atë xhami. Unë nuk e di. Ja një minutë, në atë xhami predikon një njeriu, thonë që gjatë gjithë kohës thotë Ajatollahu është shpirti jon, femrat duhet djegur, ky duhet bërë, këti duhet prerë dora. Pse mos ta djegësh atë xhami? Është gjë më normale ta djegësh. Më duket se s'po më dëgjon. Nuk je musliman nëse djeg xhamin, po them. Mund të jesh musliman i shkëlqyer, mordi, Kastriot. E ke gabim ti. Okej, unë kështu e mendoj. Po djeg një objekt. Unë mendoj objekt. që si e krishterë nëse djeg një kish. Po varet për çfarë djeg, Kastriot. Varet për Si çfarë e djeg. çifut nëse djeg në sinagogë, siç nuk je artist teatri nëse shem teatrin. Kastriot, në teatr do shkosh, kalova para 2 ditësh edhe po bë dhe i bukur. Apo nuk e mend shkelesh aty? Jo. Ha? Jo, aty jo. Nuk do shkelesh në teatr asnjëherë. Jo, ta i teatr kur? Talibanizëm apo ton Është artistik. talibanizëm fare. Është respekt për veten. Vazhdojmë. Vazhdojmë. Pra, është normale të digjen xhamiat. Jo, po çam kap një kauzë nuk është ajo tani digën xhamiat. Xhamiat tani ti ateist, xhamiat janë tulla dhe llaçe për ty. Unë jam ateist, unë nuk dua luftën, unë s'dua që njerëzit të vijen kundër njëri tjetrit. Këtu kemi 8 milion çifut që po fusin në luftë 800 milion musliman. Po i ndajnë shiat me sunit. Po flasim për të çështë këtu tani xhamiat është ateist realisht. Kjo po ndodh pra prandaj janë djegët ato xhamiat, sepse ata vazhdimisht po kërkojnë luftë civile në Iran. Del Sali Berisha në Tiranë i bën thirrje azerëve, ngriu i birin e qeverisë Iranit. E kuptoni ku ka mbritur puna dhe Sali Berisha. Ma fut edhe Saliu në kontrabandë këtë bisedë. Po e tha me video. Të çojnë azerët, tha se janë 30 milion, tha ta rrëzojnë qeverinë. E ato lladet bashkohen me Azerbajxhanin. Për shqiptarët që janë të ndarë, Shqipëri Kosovë nuk flet Sali Berisha. Nuk folën fare për luftën, që është një luftë që po duket gjithmonë edhe jemi në fund bisede, dhe po i them to për ta mbyllur bisedën. Është një luftë që bile këtë dua ta ndaj me shikuesit opinionin tim, nëpërmjet cilit po mbyll edhe bisedën me Kastriotin. Është një luftë për cilën duket se nuk ekziston asnjë lloj plani, ti nëse do kesh ndonjë gjë më thuaj herën tjetër. Për cilën duket se nuk ekziston asnjë lloj plani, madje edhe konfidenca që ka manifestuar Trumpi edhe trumpistët brenda administratës lidhur me fitoren e shpejtë dhe të mundshme, duket se ka qenë pa bazë, e pa themelt. Ideja që me shpërthimin e luftës aty do ngrishin iranianët në luftë, edhe kjo dole një shpresë budallaqe. Iranianët nuk janë ngritur, me sa duket janë një konflikt midis dëshirë për të demonstruar, le të themi, urrëtin për regjimin, po edhe dëshirë për treguar patriotizëm. Edhe në këtë rrethana është të vështirë presë nga një popull që po bombardohet nga sipër, të bëj lojën tënde, lojën e bombarduesit. Pra është një situatë shumë komplekse për botën, por për vetë luftën duket se shumë e thjeshtë. Amerika nuk po arrin rezultatet dhe objektivat që ka pasur dhe me shumë gjas kanë për të tërhequr, le të themi, në mënyrë jo shumë dinjitoze, me bishën ndërshal. Kjo ishte ajo që unë doja të thoja në fund programit, në fakt nuk patëm kohë të flisim për të gjë. Do flasim javën tjetër. Mirë, kjo është biseda që unë pata me Kastriotin, unë kam pasur dhe Kaon Serjanin, ka qenë një dyshe e palëvizshme që nga java tjetër, sepse dhe javën tjetër pata këta dy. Me Kaonin vijova i bisedë që më duk që ngeli e pambyllur. Ndoshta do të ftojmë edhe ndonjëherë tjetër, po më vonë. Jo me njëherë, jo të shtunë tjetër. Ky është edhe programi Arnaut Islam Personte,
bashkë do shifemi të shtunë në ardhshme në orën 21:00 deri atëherë tung.